Imagjinoni një njeri që lëviz me një avion luksoz mbi qejtë e botës dhe aty ku shikon ndonjë zjarr ulet dhe shuan. Ky është Donald Trump. Ai kërkon të shuajë zjarre. Ka gjetur një lojë të re që po jep më shumë kënaqësi se pasuria, gratë, golfi apo zgjedhjet. E thon me fjalët e tij, ai kërkon të vendosë paqe në botë. 2 ditë më parë testoi dhuntit si zjarfikës në Gaza dhe përkohësisht shohii një zjarr që po dilte jashtë kontrollit. Si një njeri që zbret nga avioni vetëm kur garantohet se ata që e presin do t'i ulen në gjunjë, ai shkoi në Izrael dhe u soll si guvernatorët romak 2000 vjet më parë. I dha që fut vetë për ulur disa detyra, i premtoi, lavdroi, ngushlloi, ngacmoi, pickoi, caktoi Netanyahun si mëkëmbës deri në zjarrin tjetër dhe iku. Nga aty shkoi në Egjipt dhe i trajtoi liderët europianë musliman si piroman të vegjël. Para se t'ikte u mblodhi shkrepset dhe i futi në xhepin e fitoreve të tij. Tani në banderolat mikpritse që e presin kudo, ai nuk thirret më si presidenti i Amerikës, por si dealmaker më i madh në histori. Një kryezjarfikës, Donald Trump beson se historia e ka thirrur të shuajë zjarre. Ky është deliri i tij që liderët e botës po ja kurojnë me dhuratat përditshme. Një prej dhuratave që ai pret është çmimi Nobel, që me sa duket po ja vonon pak Vladimir Putin, por jo edhe për shumë kohë. Megjithatë nuk duat merre me koreografin poshtruese që Donald Trump i imponoi liderëve të botës, por me diçka tjetër, me Kosovën. Trump e ka përfshirë Kosovën në listën e zjarreve që ka shuar. Në fakt nuk është marrë fare me atë zjarr, që frika e palëve e ka lënë në gjendjen që ishte pa e shuar dhe pa e ndezur. Duke parë se si i trajton kryezjarfikësi zjarrvënësit serbët duhet jenë të tmerruar dhe as u shkon ndërmend t'i fryjnë ndonjë ashkle. Serbët do presin me shpirt në dhëm derisa Trump të largohet nga puna dhe t'ja fillojnë prap. Mirë, po humbja e kohës nuk i intereson kosovarëve. Ata nuk duhet presin. E parë nga lartësia e avionit të Donald Trump, Kosova pothuajse nuk duket fare. Tymi i Gazës dhe Ukrainës është aq i dendur, saqë nuk lejon të shihet një vatër me prush në mes të Ballkanit. Kushdo që i sjell ndonjë lajm nga ky vend me siguri thotë se ata janë një popull i vogël dhe shumë i ngatruar me punët e përditshme, saqë nuk ndezin dot asnjë zjarr. Kjo është mirë dhe keq. Unë besoj se kosovarët duhet bëjnë çdo gjë që mundet për ta bindur Trumpin të merret me prushin që po fle për ta shuar një herë mirë. Kosovarët duhet i lënë grindjet e brendshme që po i marrin aq shumë kohë dhe duhet sillen si ata njerëzit e një fshati të vogël që ja bëjnë me dorë një avionin që sjell ujë në një pyll në mes të flagëve. Ata duhet ta shfrytëzojnë siç duhet delirin e Donald Trumpit për të shuar çdo zjarr para se të dalë në pension. Kosovarët duhet futen me çdo kusht në listën e sukseseve të Trumpit. Ata kosovarë që e lexojnë mbrapsht çdo gjë duhet të dinë se serbët po luten që mundësisht Trump të mos merret fare me çështjen e Kosovës këto 3 vjet që i kanë mbetur. Por rrjedhoj, kosovarët duhet bëjnë kundërtën. Ata duhet i krijojnë kryezjarfikësit iluzionin se mund ta shuajë prushin e fjetur me një të fryrë të buzëve. Në këtë mënyrë mund të arrinin një marrëveshje të madhe. Trump është i lumtur të arrijë marrëveshje aty ku të tjerët para tij kanë dështuar. Në të kundërt 3 vjet më pas, çdo gjë mund të kthehet në pikën zero. Kushdo që do të vinë në shtëpinë e bardhë pas Donald Trump nuk do vuajë nga deliri i tij si kryezjarfikës i botës. Atëherë me shkrepset e gatshme franceze, angleze, ruse, turke, kineze dhe arabe, zjarret në botë do fillojnë sërish, nga Gaza deri në Kosovë. Por atëherë mund të jetë vonë, prandaj prushi që mban të gjallë flakët me serbëve dhe kosovarëve duhet shuar tani, me pompën e delirit të Donald Trump, e cila me sa duket funksionon.